Mirëmëngjesi, mirë se të gjeta, gëzuar ditën e verës. Si e pret ti këtë ditë? Ke ndonjë kështu emocion ndryshe apo? Të them drejtën, unë nuk kam emocione ndryshe. Emocionet e mia janë ato që sjellin gatime për këtë ditë. Këto janë emocionet e mia. Tashmë emocionet janë gjithmonë çfarë ke primar. Primar është puna për shembull, sepse puna na shërben që të jetojmë, dhe për mua ballokumet. Ballokumet se si unë do t'i sjell tek ju, sepse di që shumë ballokumet janë ato që gatuhen në një enë bakri, gjë që unë nuk e kam marrë enën e bakrit. Enën e bakrit e përdorin vendasit, Elbasan Lijet, që ju uroj që të kenë një ditë dhe një vit të tërë si dita e verës. Patjetër të përdoret finj, dhe finjën e mund ta marrim, mund të shkojmë në një piceri druri, por unë e sill gjithmonë në ato kushte që anvisat nuk i kanë. Pra, unë e kam zëvendësuar me qumësht. Do thoni ju, po jo, po, ja, kjo është, prandaj janë ato alternativat e duhura. Kemi qumëshin, duhet pluhurin, duhet sheqeri pluhur. Unë kam sheqerin e zakonshëm, gjë që i... Pra, këto janë përbërës, sa përbërës ka ballokumja? Ka vezët? Pra, ka vezët, ka sheqerin, qumëshin që unë e kam vendosur në vend të finjës, kam gjalpin e tretur, dhe me mira, e para dhe e fundit, që them unë, mua më duhet të kem një miell të duhur. Dhe mielin e duhur për ballokumet është... Ka menduar Ola për ballokumet, kemi thënë për gjatë gjithë vitit, në fakt, që mezi po presim ditën që të përgatisim ballokumet me mielin e Enkas dedikuar për ballokume, nuk ka miell tjetër që i bën më mirë, më të shkrifta, më të shishme këto ballokume, sepse duhet mielli patjetër i mirë, duhet gjalpi freskët dhe arome mirë. Ne të dyja i plotsojmë këto kushte, kështu që me siguri do t'i shijojmë. Ju e dini shumë mirë që për të bërë ballokume dhe mielli për ballokume është duhet të jetë i situr mbi 5-6 herë, që të jetë maja e miellit. Dhe siç kam sheqerin, dhe e shikoni sheqerin, pra sa më i më të jetë sheqeri, aq i duhur është. E shtoj. Do të shtoj edhe pjesën tjetër. Derisa edhe gjalpi më merr temperaturën, ikën nga nxehtësia që ka, dhe e bëjmë më të imët sheqerin. Pra, ja kam dhe të gjë të duhur. E largoj se nuk më prish punë për kaq. Tani, në tas kemi shtuar masat e sheqerit. Të kthyer në... E largoj. Në trajt më të imët. Dhe do të shtoj masën e gjalpit. Jap. Edhe mbare paçin. Po, me mbarësi vera, me mbarësi si këto ballokume. Ditës tradicionale, një fest pagane që mbledh së bashku njerëzit për rigjallërimin e tyre, për të rritjen e trupit dhe të natyrës, dhe sjelljen e më shumë gëzim, më shumë dritë në çdo familje. Ende vazhdojmë me raksën elektrike punën për përgatitjen e këtyre ballokumeve. Me siguri ju i keni përgatitur, gjithsesi edhe në ditët në vazhdim vazhdojnë të tregtohen. Ka ambisa dhe familje me histori disa vjeçare të përgatitjes së ballokumeve. I kemi ndjekur edhe në vitet e tjera, ku i kemi sjellë edhe në emision drejt për së drejti teksa kanë shitur ballokume në rrugët e Tiranës apo të Elbasanit. Kështu që është një recetë, po shtojmë edhe qumshtin në vend të finjës të... Jo gjithë kanë mundësi ta gjejnë finjën, që zëndësoj me pak qumësht. Rakja mirë e sheqerit me gjalpin. Largojmë pak tenxherën Albana, që nësë nga blokoj pamje.
Deri sa të bëhet një mas e pakokryzuar nga sheqeri. Mbas 15 minutash që të punohet mirë sheqeri me gjalpin, dhe shikoni dhe sa fillon edhe zbardhet. Po. Ndërkohë, sa Albana bën gati edhe pak më shumë që të rihet siç duhet, se procesi është kryesisht mekanik. Po. Dhe ambisat në familjet e tyre është me lugë. Me lugën e drurit. Gjithë familja merr pjesë në trazimin e vazhdueshëm të brumit, të ballokumeve. Sepse i tillë është procesi. Siç merr pjesë familja kur bëhet baklavaja. Po. Atëherë. Dhe do fillojmë, do shtojmë vezët një nga një në çdo 2-3 minuta. Okej, pra shtojmë një e trazojmë pak. Vezët tona janë Ovital, kemi marrë vezët larg sot për t'ja shtuar ballokumeve. Kemi këtu 7 vezë. Ja e para. E trazojmë. Për shpejtësikohe, ballokumet do t'i gatuajmë, përgatisim me raksin elektrik. Ndryshe do të na duhej gjithë stafi të angazhoheshe për trazuar me lugën e drurit, edhe ndoshta nuk do të tregonim deri në fund procesin. Kështu që deri tani jemi në këto hapa. Kemi shtuar sheqerin, kemi shtuar edhe gjalpin e shkrir, dhe tani sa filluam të shtojmë një pas një vezët. Faktikisht, po. Është fest pagane, faktikisht. Është një fest pagane, sepse nëse dikur adhurohej lopa, adhuroheshëm në fillimin e pranverës lulet. Pra është një fest pagane. Pritja e pranverës. Patjetër, e begatis, e bereqetit, dhe janë edhe emra të veçantë që vendosen për fëmijët që lindin në ditën e verës, të pranverës. Për shembull, kur lindin fëmijët në maj linda. Po, pranvera. Po në prill, në 1 prill, gënjeshtra duhet ta ketë emrin. Nëse i përfon në datën 1 prill, atëherë dhe vezën tjetër. Prit një sekundë. Opa. Më ra një lëvosh, ke vogël. Fillojmë e bëjmë muskuj nga krahu tjetër. Shiko, derisa kjo shtres, fillon shtresa e sipër me si puna e res. Ose faktikisht, ja. Edhe vezën tjetër. Një verdh kompakte, e ndezur, e bukur. Ballokumja, ketë atë ngjyrën e bukur. Te mielli më duhen diku 900 gram. A përshtyshë gjithë pakoj. Po, sepse flasim kjo është 1000 gram, maja e miellit. Dhe ku flasim maja e miellit, mielli që ngelet. Po. Pra duhen diku të 5 kg miell për të pasur 1 kg. Po. Po. Shtojmë edhe tjetrën. Lulet shumë ngjyrshet, cilat janë mbledhur këtu rreth e përqark ambienteve të Report Televizion. 12 lloje barishtesh që përgatiten për byrekun me 12 barishtet për Sultanin e Vrus, por edhe për ditën e verës, arrat gjithashtu, fisht në shportën e vendosur mbi tryezë, verorja, padyshim që është simbolika e festës, dhe më pas largohet kur ne shohim dallëndyshën e parë, edhe pse klima ka ndryshuar aq shumë, edhe dielli, edhe koha e ngrohtë, edhe mimoza dhe lulet kanë çelur përpara kësaj dite, kemi edhe 2 vezë.
Vazhdojmë. Shifeni si është transformuar tani sheqeri, gjalpi dhe vezët në një krem ku ti nuk kupton se sa sheqer ka apo sa vezë dhe gjalp. Një krem të një trajtshëm, një krem homogen themi ne këtu. Dhe vezën e fundit po e shtojmë. Dhe i largojmë lëvoshgat. Me lëvoshgat që unë i hoqa dhe i vendosa mbrapa të lavamani, nuk i hodhëm në kosh, sepse shumë mirë ato mund t'i thajmë në rrezet e diellit apo edhe në furr, i bluajmë dhe ja shtojmë luleve, ja shtojmë aty kur i vadisim. I ushqen lulet. Ja, besoj se Na ka mbetur tani të shtojmë elementin kryesor të ballokumeve, këtyre biskotave, simbolike të ditës së verës. Ta ka mbetur vetëm mielli tani për t'i bashkuar dhe për t'i trazuar mirë dhe t'ju japim ato formën e dur, pastaj për t'i vendosur në tepsi dhe t'i pjekim. Pjekja është shumë e rëndësishme, që ato të mos marrin një ngjyrë të errët, por të jenë ashtu të shkrifta. Jemi rikthyer, vazhdojmë punën. Tani do të shtojmë tek tasi ku kemi trazuar për disa minuta të tëra sheqerin, vezët, gjalpin për të përgatitur ballokumet. Tani është momenti, siç e thash, kur të riktheheshim. Po e ke të hapur. I shtimit të pra 900 gram miell. 7 vezë. Sa kam hapur? No. Ja, se e hap këtu gati është. Të marrë dhe një luk edhe fillojmë tani. Ta shtoj shumë Shikosh shpesh pa masë masë. është? Po. S'ka nevojë, pak para dhe lësh poshtë. Punojmë dhe shtojmë avash. Normalisht, kur fillojmë dhe zëmbrumin, siç po bëhet, miellin e shtojmë gradualisht. Është një miell që unë s'kam nevojë të asi sepse kërkon atë sitjen. Është aq i më taq i pastër. S'ka nevojë, nuk ka nevojë, domethënë. Ne të pushojmë pak që të trazohet mirë. Dhe gjatë zënjes, normalisht, që do pushoj si brum. Ja, kam mbetur dhe gati, sa jemi këtu, gati 200 gram në fund të paketimit. Stela jonë sikur e dinte që do më duhesh një palë doreza të bukura me ngjyrë dhe i ka lënë në zyrtar. Stel pranver paç në shpirtin tënd. Opa. Jo, 900, s'ka problem. Nuk ka problem, shumë mirë e ke. Hop, prezgjerje shumë të mirë, që si bëhet, bëhet tamam si kur është një krem pasticcerie. Fillon luga dhe rëndohet. Sërisht, pra e do të gjithë këtë masë mielli, duke përjashtuar 100 gram. Por, kur themi që lëm 100 gram, është dhe në varësi të vezëve. Sa të mëdhaja, sa lagështirë. Gjë që nuk flasim dot me siguri. Ka edhe 100 gram mund t'i shtojmë, ne, sepse kemi të 200 që a fix po e shohim të shiriti transparent që Ola na vën dispozicion për çdo paketim të miellit. Këtë herë mielli portokalli, me paketimin portokalli që është për ballokume. Edhe mbi të gjitha keni këtu edhe gramaturat, edhe recetën e ballokumeve, sepse është dedikuar ky miell për ballokume, jo se me të nuk mund të përgatisim ku diun pispilin apo gatime të tjera me miellin e misrit. Kulaçin e ëmbël që është shumë mirë me këtë lloj mielli, sepse ju nuk e kaloni në sitje. Shtojmë edhe masën tjetër.
duke trazuar vazhdimisht dhe... Pra 1 kg miell misri ola për ballokume, 1 kg sheqer, 500 gram gjalp, 7 ose 8 kokra vezë, gjysmë gote ujë finj, ose nëse ju mungon, sepse shumicës patjetër që do t'ju mungoj finja, sepse është një përbërës që nuk e kemi dhe nuk e gjejmë kollajt për ata që jetojnë në apartamente dhe nuk kanë afër furrë druri. Ose zjarë. Ne flasëm që shkem të pizzeria, po sërish nuk është i njëjtë. Nuk është i njëjtë. Shtojmë sërisht. Sepse kemi thënë që është gjithmonë në varësi të vezës që ne kemi. Te finja, për shembull, juve ju duhet një lëvozhk, një gjysmën e lëvozhkës vezës finj. Por, dhe ne duhet të lëmë finjën, për të pasur finjën e duhur, ne duhet të reduktohet e gjithë masa që ka lëshuar druri i djegur, duke zjeru i pak dhe duke lënë për 20 minuta. Normalisht, kullon dhe kemi atë ujin e pastër, që është një gri e hapët shumë e bukur. Tani, këtë masë që unë kam, nuk e punoj direkt. Sepse nuk punohet direkt. E punoj mirë, duke vendosur, ja. Pra, mos mendoni se duhet një masë buke apo kulaçi. Dhe largoj të rezat. E lë pak sa të vi. Të qëndrojnë. Nga vezët do të marri këtë fryrjen. Dhe fillojmë recetën tjetër. E lë me mbulojnë me diçka. Ja t'i vëmë një letër. Qof një letër alumini për ta mbuluar. Sërish do punohet, më pas do t'japim formën e rumbullakët të ballokumes dhe direkt pastaj në pjekje. Ja, kështu. Pra edhe një herë, si që tham, 1 kg me miell për ballokume, ola, për përgatitjen e këtyre ballokumeve, 7 apo 8 kokra vezë, varet sa të mëdhaja janë ato, 500 gram gjalp dhe 500 gram sheqer. Shtojeni sipas edhe ëmbëlsisë që doni ti keni. 1 kg ndjes sheqer dhe 1 kg miell. Pra mielli dhe sheqeri do të jenë në sasi të barabarta. 7-8 kokra vezë dhe për gjalpin, që duhet jetë patjetër një gjalp i mirë. Po, që aty e ka lezetin shkriftësia e këtyre ballokumeve, duhet jetë 500 gram një gjalp i shkrirë. Dhe pa dyshim finja, ne zëndësua me pak qumësht. Me pak qumësht, gjë që është, nuk është e duar, nuk është ajo, po shien e ka pa tjetër. Pse? Sepse na e siguron vetë mielli ola. Me finj pa finj, ajo është thjesht që ne nuk e kuptojmë dallimin e finjës. Mielli është ai përbërës kryesor që duhet që ballokumja, mielli dhe vezët. Mielli dhe vezët janë dy përbërës kryesor që na bëjnë ballokumin ashtu si të duhur. Nëse kemi përbërësi do t'ja u tregoj tani. Rendin fare, sepse më duhet 150 që do vendos direkt tani edhe ballokumet. Kanë qëndruar për pak minuta. E vendos poshtë. Tasi me brumin e ballokumeve. Dhe ballokumet direkt. Ti ndajmë pak produktet e kulaçit, çfarë ju duhet për përgatitjen e një kulaçi në ditën e sotme, nesër, pas nesër dhe kurdo, që dëshironi të përgatisni një kulaç të mirë të shishëm. Brumi i ballokumeve është gati, Albana do t'i japi tani formën, do t'i vendosi në një tepsi me një letër pjekjeje. Ato pastaj marrin atë fryrjen edhe formën, shtrirjen, gjetjen e shtratit të vet në furr, në pjekje, në 150 gradë, duke i ruajtur vazhdimisht, duke i parë, sepse varet nga furra dhe jo çdo 150 gradësh është i njëjtë për furrën time tuajin apo këtu në kuzhinën e Reze Dielli. Brumi ka qëndruar dhe kësaj i nevojitet për t'i qëndruar çlodhur edhe produktet për të ndikuar tek njëri tjetri. Do t'japësh formë me dorë apo me ndonjë lugë? Atëherë problemi është, ne nuk duhet as luka, as gjë, sepse është e vetmja ëmbëlsirë, transferoj. Pra, prandaj dhe lavaduart. Siç është. Okej. Siç është. Formën. Me shumë hapësirë. E tillë, e di pse? Jo, masë e madhe duhet, sepse nuk do as lugë, as një gjë. E merr formën gjatë pjekjes, për këtë mos u shqetësoni.
Ja, të tillë. Rumbullakoset vetë. Këtu. Edhe pak tjetër. Po, pa tjetër që masat që më duhet. Jemi në rrugë të mbarë. Se është brumi që të lë të kuptosh, sa të mira do dalin, marrin vetë atë formë, kur piqen edhe mblidhen, bëhet më kompakte, solide si brum. Unë u vura masën kur ishe në reklam, ja kështu si që është. Po, vetëm do kemi vëmendjen pa dyshim tek 150 gram, direkt 150 gradë i vendosim për kjekje. E vendosur edhe kulaçin dhe avash pa tjetër që do t'i ruajmë të dyja. Masën tjetër që ne e kemi, shumë mirë, e lë sa më shumë të qëndroj, aq më të mira bëhen. Kështu që tavën e dytë, që si fillon edhe në pikset masa. Nëse unë ta kisha vendosur pa u rahatuar, normalisht do ishte shumë e qullët. Do krijoj dhe do marri hapësirë akoma dhe më tepër. Gjë që ne nuk na intereson. Nëse kjo qëndron një orë, atëherë është akoma dhe më e mirë. Ups, e marr dhe e vendos në. Le të qëndroj. Për masat do t'ja u tregoj edhe një herë të ballokumeve, për bërësit çfarë ju duhet. Ju duhet 1 kilogram miell për ballokume, miell ola, 1 kilogram sheqer, të cilin do ta grimconi në pluhur, pothuajse do ta grini te grirësja e qepës, grirësja elektrike, 500 gram gjalp, 7 apo 8 kokra vezë, dhe pa dyshim finj, ose nëse s'kemi finj, një hodhëm 3 lugë gjelle me qumësht. Radhën e ndoqët, gjithsesi e gjithë hapësira, video e përgatitjes së recetave do t'jetë edhe në kanalin tonë në YouTube në Reze Dielli, për t'ju rikthyer dhe për t'i përgatitur bashkë me kulaçin që e ndoqëm para publicitetit.